ndaçi me pa një njeri të degraduar në natyrën e tij, dhe ndoshta është në më degraduar të natyrës njerëzore, ai i cili ka etje për pushtet. Vreni këto politikanë tanë. Me këtë situatë që është kriju në vendin tonë nuk banë gjatë tjetër, vetëm tregojnë e mbjen keq për ta, sepse më duken shtresa më ignorante, më ult e popullit shqiptar, sepse ju jepet i fije pushtet, njerëzit e kanë këtë bujari, po ma ta jep mundësinë, ushtroje të mirën. Ja, si me mbledh vetëm për veti. Edhe nuk është problemi tek ajo që ka mbledhin, por problemi se nxjerrin e pa varfëninë e shpirtit të tyre, atë mizerën e brendshme, njerëz të cilët jetojnë vetëm thjesht me pas diçka, e shpërfitojnë natyrën e tyre, disa ti përfunduan në burg. Si më në burg ti? Të kena votu për me na bë mirë, se kena problem, mërë bani mirë dhe vetit, por mas abuzot deri në atë pikë, sa që me marë në qafë, e me ahek ka shate në gojë, si të mos ati i cili lofton, ashtë për gjdo ditë, për me pas buken e përdiqme. Aty është e pa falshme. Mkati qënë vdekje. Pra në mkati korupcionit, qënë burg. Qënë burg. Thot Krishti, herët avonë gjdo gjallë, do të dalin dritë. Ka në etje për pushtet shkretit. Pra në edhe devijojnë. Si s'doli një me thonë kam etje për me shërby, se ma shdanë mundësia me shërby. Krishti thot, dhuro, se do të dhurohet, beso, e s'do të mungojnë asgja, po jo mlidh grumullo për veti. Kur pushtet? Nuk ka një provokim, një tonim, ma të kesë se sa i pushtetit. Krishti, me qënëru besnikatit, me dashtate, dhe një që i qëndron besnik Zotit, mbesoni, sa e është e mira vedit, e mira e çdo kujt që ka të bëjë me te, është edhe e mira shoqënisë e njerëzimit.